sepse mbi këto pastaj ndërtohen shumica proceseve tjera, duke fillu me arsimin, ne kemi një stagnim, ose me thonë një sistem arsimor i cili është i ngjajshëm me ato si kemi shkollu ne para 40 viteve. Pothuajse identik. Pothuajse identik. Vetmja gjatë digjitale është që vetë mësimdhënësit edhe prindët i formojnë disa grupe në Viber dhe komunikojnë atë në Viber. Apo një tabelë digjitale brenda në shkollë që... Po pikërisht edhe si koncept nuk dihet çka do të bëhet me ata fëmijë, tregu i punës ndryshon çdo ditë. Për shembull, sot ekzistojnë aftësi ose me thonë pozitat punës që s'kanë ekzistuar para 10 viteve. Mas 10 vite do të ekzistojnë pozita tjera të punës. Prompt engineer, AI engineer, machine vision engineer, çfarë di. Edhe krejt këto duhet mjë përshtat tregu i punës me qenë shumë ma i shpejt, ma pragmatik, ma konkret, edhe nuk ka ndodhë. Nuk kemi lanë të caktume që i përshtatën tregu të punës, për shembull të menduarit kritik, të menduarit algoritmik, sepse me lanë të tilla një fëmijë mësohet si me përdor inteligjencë artificiale. Ndoshta tash veç është bo vonë për kodimin në shkolla fillore, që i kemi folë që 10 vjet, po tash ndoshta duhet me mendu si me mësu fëmijët me përdor vegla të qarta, si me pas mendim kritik. Edhe këto e gjana që i kemi bisedu me zotin Abdigjiku, edhe e ka atë kërkes për i neve që këto procese me i shty, mos me prit, mos me qena gjithmonë të fundit. Që ndodhë zakonisht Kosovës që, edhe pse jemi vendi ma i pazhvillum në Evropë, në çdo proces jemi të fundit. Digitalizim shkollave të fundit, digitalizim të arsimit të fundit, digitalizim qeverisjes të fundit. Kemi qenë pak para Shqipërisë për shembull me e-Kosovë, tash jemi mbrapa, ata kanë shumë shërbime se ne, edhe pse ne kemi nisë para tyre. Kemi qenë para Shqipërisë me kapacitetet të ICT-s, dhe me thonë kemi fillu, kemi pas ndoshta 7-8.000, 10.000, ata tash i kanë mbi 50.000 që i kanë të trajnuar dhe efikas në ICT, ne ende jemi dikun të 20.000, 25.000 në komplet Kosovë. Që kjo gjo faktike e numërume tregon që jemi duke mbetë mbrapa me një botë ku teknologjia është tepër dinamike. A është mbrapa dhe fushata aktuale politike e atyre që kanë qeverisur deri tani? Në kuptimin se si bëhet? Tërë kjo është pak filozofi me spjegu edhe është pak e rëndë, po unë e kom vrejt një gjagja aty në kësaj ditëve që dallojnë edhe votust. Votusi LDK-s është në kuptimin e mirë fjalës është votus jo i lehtë, është votus që të bën pyetje, është votus me menim kritik, është votus që ka kërkesë edhe din me dënu edhe din për çka po voton. Kur bisedon me votues LDK-s, nuk mundesh me lyp vot për tyne vetëm me idenë e frymës edhe vetëm me idenë e, po them, gjanave populiste. Në votuesi i qeverisë aktuale, një pjesë e madhe e tyre nuk po du përgjithë me tonë një votues ma shumë ideologjik, se votojnë sipas frymës ose sipas një lideri. Këtu në LDK, sado që respektohet maksimalisht, kryetari i partisë është një votues i cili ka kërkesa konkrete edhe donë me pa këtë vend me përparim konkret. Edhe kjo mënej që është esencialisht dallimi i fushatës. Ne kur bojmë fushatë duhet me tregu programe, kemi programin 200 e sa faqe që duhet me ullë edhe me shkruat program. Partia vetë vendosje nuk ka bo program 2-3 ditë para zgjedhjeve ka prezentu diçka, sepse e ka ditë që një pjesë e madhe tyre nas nuk e lexojnë atë program. Edhe kjo është shumë e vështirë për personat teknik si ne me diferencu vetën, sepse duhet me ditë çka po fol, duhet me ditë çka po premton, sepse ato premtime duhet me i majtë. Nuk mund është asaj me populizëm edhe me demagogji me dalë edhe me imshef ose me i tjetërsu premtimet, ose me thonjë i kam pas fajet Rusia dhe Kina pse nas kena sistem digital shëndetësor. Se nuk i kam pas fajt Rusia. Por në anën tjetër normal për njerëzit që të kanë përcjell një kohë gjatë, qoftë student, natyrisht e fëmijë, breza të ri që mbase disa prej tyre mund t'i kishin bërë tash më 18 vjet, sepse ka kohë gjatë që i jepra në fushën e programimit dhe u kanë ndihmuar dhe në fakt ka qenë mbase nxitsi kryesor për t'u hapur tash më shumë kurse të tilla, që është shumë lajm i mirë, sepse ka një interesim madh nga prindërit. Por ata që nuk e din qartë se çfarë ofron Ermali në politikë. Kamerën e ke përballë dhe mund t'ua bësh mbase një manual shkurt në atë se cilat do të jenë iniciativa që do të shtyhen përpara në kuvend, sepse ne po të kthehemi prapa tek qeverisja që po lëm pas. Ta zëm, Kosova ka fituar të drejtën nga MCC, nga Mileniumi i Korporatës Mjedisçarit, për t'u pajisur me bateritë që akumulojnë energji elektrike, por Kosova nuk ka një ligj për ta mundësuar një gjë të tillë. Projekti është larg, duket se është afër fare, dhe ka ndonjë nga këto pika që folën drejtash që do duhet merrem mbasi një iniciativë ligjore për të votuar një ligj, për të amandamentuar një tjetër, apo çka do të votuar? Unë jam inxhinier,
edhe pastaj ndërmarrës para se me qenë politikan. Jëmë bo politikan që 3 javë, nuk është që di mirë me premtu edhe me folë për vetën këtë mënyrë. Përveç nuk di edhe votën që shme ja lyp njerëzve kështë në rrugë, s'kupi takoj. Po t'jen marre. Nuk është që po m'jen marre, se vota është shumë diçka, për menimin tam shumë fisnike edhe diçka që do të me një nderum kër dikush veton për ty, po me gjitha ta, unë qka muj me ofruar që gjana që i kom rritë deri tash i kom bo vetë, i kom bo me njerës, kom kontribu në këtë ven, atë sa kom ujtë me kontribu, kësha pas që me kontribu shumë a shumë, po janë qindra mira 3 që janë trajnu në për kompani ose kur kom ligjëru në universitet ose gjatë jetës ta me këto, dhe krejt që të një ori që e kom bo atje, jam tash të e lonë me një farë mënyre anash, edhe po du me tjetërsu drejtimin që me mujtë më kom pak ma eksponencial ndikimi jam këtë ven. Unë mendoj që shikusi din me e kuptu krejt këta, edhe din me logjiku, edhe me nadhani mundësi që mi shty proceset. Une di me kry një projekt, sepse kom punu për kompani si BMW, Lufthansa, kompani që janë të mëdhaja, që kanë GDP më të mëdha se krejt buxheti i Kosovës. Edhe kjo është arsyeja themelore nështë pse dikush do të me votu. Veç se unë di me bo një punë edhe po du me bo një punë. Tash unë me tregu për program, po për mu esenca e programit LDK, saj përket ICT-s është ngritja e kapaciteteve të ICT-s të komplet shtetit Kosovës, se për mu që është interesant. Është interesant që edhe bujku në Kosovë me ditë me përdor një aplikacion për agrikulturë, sepse i ka rendimentet më të mira. Është interesant që doktori me ditë me përdor AI bashku me një orit e ti që me ditë me qenë diagnostifikus maj mirë. Është interesant që arsimtari, mësimdhënësi me ditë me përdor teknologji që me qenë maj mirë në prezentim të informatave tek nxënësi që mësim nxënja me qenë ma e mirë. Edhe krejt kur ngritet kjo si koncept në shtet, unë mendoj që shteti përparon shumë ma shpejt edhe shumë ma mirë sa që është të ndiku sot. Aplikacionet e disajzimit qeveris edhe të arsimit edhe që në ditë këto e në gjana cilat vinë pas taj mbi këtë, edhe nave që kemi premtu qytetarëve që kemi me i kry disajzimin e shëndetësisë brenda mandatit, po besoj shumë ma shpejt se brenda mandatit, para gjysmës mandatit. Kemi me përfundu disajzimin e arsimit komplet në krejt shkollat e Kosovës. Edhe kemi me digitalizu qeverin për brenda që për mu është shumë